Vis Pupa Take One. Nuk më shkonte menja që do futesha në një program si Ferma VIP, sepse jo për keq, po për mirë, sepse e du aq shumë natyrën, kafshët edhe bimët edhe çdo gjë, sa për mua është privilegj. Një nga pikat e mia të forta ose pika më e fortë është që unë jam rrit me shtëpi me baçe dhe detyra ime e parë ka qenë me majt zorrën me i lag. Pastaj kuptova proceset e tjera si me i prashit, me i miell, kështu që them që jam i përgatitur për këtë ditë, ka qenë risk. Sa po të futem ferm, do mundohem të shoh ku është shati, lopata, kazma se besoj se duhet, se do i keni bua atë plugimin e madh. Një pjatë që do ishte e preferubja ime, pul pilaf edhe i taskos. Me kohët që kanë ardhur, edhe ato që kanë pallat, mirë është me i miell ca vazo me perime, se me çmimet që kanë shku, me këtë luftë në përkom, nuk i dihet se ç'anë. Kam përshtypjen që do surprizoj më shumë nona ime, se e ka baçën gati dhe pret me shku me amiellon, kështu që taksirat do presi sezonin tjetër. Një tjetër emër i njohur i skenës, Elvis Pupa, ka zgjedhur të bëhet pjesë e Ferma VIP dhe ai është duke na pritur në një tjetër ambient të fermës që nuk i kemi zbuluar akoma për sonte, pra nuk e kemi ekspozuar akoma. Ku mendoni se mund të jetë Elvis Pupa duke na pritur? Ju lutem më mundsoni lidhjen me të. Alo me mbroma. Mi mbroma më Arban. Si e? Vallaj, hyra me qef po mërzita shumë. Pse? Po si mër gjithë kjo sejre keni shku, kote keni mjell me speca më. Vetëm speca, a? Ta kisha pas këtë serë në Australi, kisha bo nomin më. Nuk po të pus me qarë kishe mjell. Kisha ardhë me jaht. U detyrohem të shifutem, me gjithë se i gjotë mirë kam bo që jam fut këtu se do t'i kur u hapën lajmet më shkrushin qunat. Nga Anglia, nga Hollanda, pash zotin, qa përdor më vlla, qa metode e kese, nes për na hetë hiq. Sa ku ti shkrusha tek e tek, thash do hargjoj kohë, thash do i hiki dora, thash po futem këtu e t'ja tregoj konkretisht. T'ja tregosh. Do me thënë, e ke si plan, do me thënë, të tregosh edhe të mbjellat e stecave. E kam, po vetëm i pyetje, sa do rrim të mrenane? Tani, ajo varet kryesisht jo, përgjithsi sa është? Përgjithsi është 100 ditë. 3 muaj, më regull jena, tamam, fix, në kohë. Bëhet për ashtë speci? Po, fix. Fix është kohë. E, po shumë bukur. E, po që kemi regull pra. Veç pash zoti kush i ka mjell të specat e pas a mjell si gardh ligustrash. E, unë jam e sigur që ti do japësh gjithë përvojën tënde aty dhe kur mora vesh që do jetë Elvis Pupa, thash, të paktën nuk do duhet të shpjegoj të mbjellat edhe proceset të tjera të bujqësisë, sepse e di që ti ke një eksperiencë shumë vjeçare, apo jo? Dhe jo vetëm këte, po çdo ditë do merrni prodhimet freskëta nga këtu, do i hanin në shtëpi. Me zi pres. Edhe unë me zi se janë të vegjël. Janë klysh. Elvis, kishe ndonjë merak para se të hyje të të pyes kot, do me thënë? Po, merak? Për qa? Po, ku di unë? Do jesh pjesë e një eksperimenti social, gjithsesi 24-24, me njerëz që mund të shkosh mirë, mund ndoshta mos të pëlqejnë, me punë të vështira, sfida. Punë dhe sfida kemi pas, nuk i friksohemi. Kam hallin deri mësot, kam shku shumë mirë me bimët edhe me kafshët, jam morë vesh. Tashi, inshallah merren vesh dhe me njerëzit edhe kompletohem si person edhe unë. Sfida e radhës është me njerëzit. Unë duroj shumë sukses, Elvis, jam shumë e lumtur që ritakohemi. Edhe të ftoj të vish brenda, ta lesh serën, dalim jashtë.
dhe të shkosh brenda në ferm. Ja të gjenë biskupa. Ka kemi drejtimin? Qysh mora takat. Visi vjen, lutem lidhjen me fermën një sekond, sepse dua komentin e Ermanit që e pashi po qeshte me lot me batutat. Visi është mjeshtri i batutës, edhe në fakt ka një diferencë disi jo të vogël, nëse do ta njohësh Visin në nivel personal, sepse është një gjë që ti jesh komedian, edhe është një gjë që të jesh komedian jashtë skenës. Dhe në disa raste, duke njohur Elvis, nuk e di sa a ka ndryshuar në këto kohë që nuk kemi qenë bashkë, por Visi është një djalë me zakone, me tradita, si ato burrat e zamonit, gjë që është shumë e mirë kjo dhe më pëlqen. Okej. Ta shohim ja se po hyn brenda. Ju lutem mundsoni lidhjen me fermën. Rrugë gjatë që nga Australia. Po, i rash ne nga... Mirë shumë, se ka që është shem rrugën t'i brash për na. I rash nga gardhi. Ty të kako, moza si ke qenë? Kam parë disa herë në këto video që kalojnë dhe jam kënaqur shumë. Gjithashtu. Fat. Mi mbroma, si jeni? Po jeni shoqe si të kom, që dunë? Mirë si jeti. Si ke qenë? Juve ju pas kanë fut qytë ditë në verës, Lorena, e se keni morë vesh gjohë këto? Duke se gjithë humori është ke boma Si jonë. e kalove? Humori është kretë ke boma jonë. Mirë që bët. Si e ndo. Mirë, si e kalu. Sot është nesër, e? Se ka kalu të mëta. Nuk e dim sa është